Parlamentit Evropian, të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Europës, në raportet përfundimtare të AFET-it për Shqipërinë, por fatmirësisht edhe në raportin IBAR. Është krejtësisht insistimi ynë që bëri që në Shqipëri të vi në mision faktmbledhës Komisioni i Jashtëm i Parlamentit Evropian me përfaqësues të gjitha grupeve parlamentare dhe të miratoj një raport të tillë, në cilin thot se linja u zhduk linja midis partisë, institucioneve shtetërore dhe strukturave partijake. Pra, Edi Rama nuk ka legjitimitet. Edi Rama nuk ka legjitimitet, e kemi theksojmë, se çdo qeveri humbet legjimitetin në rast se ajo vjedh qytetarët e vet dhe mbron vjedhjen, nuk e denon. Shqipëria është rasti më klasik, Edi Rama është rasti më klasik. Prokuror guximtar sollën në parlament dosjen e Lubi Ballukut, në të cilin 60% ishte lidhje Edi Ramës, ku sipas tij pretenca do ishte për 36 vite burg. Burg 36 vite. Dhe ajo sot bën parada. Ajo sot drejton partinë e krimit. Shpërndan medalje kockave mafioze të partisë krimit. Pra, nuk ka legjitimitet asnjë ditë. Dhe ajo kërkesë e qytetarëve për largimin e tij është kërkesa më legjitime. Ndaj dhe çdo demokrat, çdo mbështetës dhe mbështetëse jon duhet të mbështesë me të gjitha mënyrat atë protest. Duhet ta mbështesë kësaj here pas simbolet e partisë. Le të jenë rrëfim, sepse është protestë qytetare rinore. Ndaj dhe ftesa ime është që çdo mbështetës, çdo simpatizant, çdo antar dhe antare e Partisë Demokratike duhet të jetë në protestë. Protestën duhet ta themi më rinore, më qytetare që ka parë vendi gjërë sot. Kështu është ajo. Asnjëherë dhe në asnjë rrethan nuk duhet që gjethet na pengojnë me pa madhështinë e trungut. Denoj me forcën më të madhe etiketimet që u bën Edi Rama protestuesve, duke të shfrytzuar dhe keq interpretuar thirrjet e tyre. Ti quhesh nazist ata, apo pasues të Hitlerit, si pasues të Hitlerit, sepse thonë Shqipëria rikujtoi një slogan të Mithat Frashit, Shqipëria shqiptarëve, është një armiqësi e egër, pa imagjinueshme. Mithat Frashi ishte një burr mendje ndritur, një adhetar, por cili do që njeh Mithat Frashin dhe përpjekjet e tij për këtë vend, ai
nuk ka patur atë si motiv ksenofobie, as dhe paralelizëm me thirrjen e Hitlerit për Gjerman që ky vend është vetëm i juaj. Jo, a e pa se Shqipëria po shtrojnë koloni të Serbisë, e pa se Partinë Komuniste në Shqipëri e themeloi Beogradi. Kjo ishte esenca e asaj parullë që përdori për partinë e tij. Ai ishte një luftar kundër nazizmit. Ndaj dhe këto janë tek Edi Rama zgjohen atavizmat e etërve të tij për armikun e brendshëm dhe flet gjëra të cilat janë një të denueshme. Kështu që u ndala në këtë, asnjëherë gjethet nuk duhet të pengojnë njeriu të shoh trungun. Trungu i kësaj lëvizje madhështore është rinor qytetar. Disa slogane të opozitës, vegël e qeverisë janë klithma mjerane. Klithma mjerane. As i shumëzoni me zero. I shumëzoni me zero. Më kujtojnë fjalën e Denis Rousseau, të filozofit iluminist francez, Diderot, që thot diku, i shemblën mizës që ka hyrë diku tek bulli dhe mendon se tërheq karrocën. Aty bulli është populli, janë qytetarë, janë të rinjtë shqiptarë, janë ata të cilët kanë kërkesat më të drejta që i ka paraqit kushto një herë, më thonë, largimin e Edi Ramës. Edi Rama është një armik i egër, është një barbar i mjedisit në Shqipëri dhe i trashëgimisë kulturore. Nuk ka patur Shqipëria një të tillë. Kur? Është një shkatrimtar i trashëgimisë kulturore dhe i mjedisit. Nuk ekziston në histori, nuk regjistrohet kundër historisë një i tillë, i dytë. Tani, me qenë se do ndalem pak në këtë çështje, kërkoj mirëkuptimin tuaj. Dhe pse do ndalem? Jo vetëm për lajmet e rreme dhe trillimet që përpiqen të përhapin për qëndrimet e Partisë Demokratike ndaj mjedisit, por parazgjithash për të faktuar se kjo parti ka qenë kundërshtarja më e vendosur e të gjitha ligjeve anti-mjedis, anti-trashëgimi kulturore të miratura nga Edi Rama. Kjo parti, kur erdhi në pushtet në 2005, ngjeti 3%, 3-4% zona të mbrojtura. Në vlerësim të tyre, rriti sipërfaqe në 17-18%. Në vlerësim të tyre. Vendosi kuadrin ligjor më të fortë për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore. Dhe gjatë periudhës në pushtet, ajo bëri, miratoi ligjet më të mira. Neroni
i trashëgimisë kulturore dhe mjedisit. Erdhi, i rrëzoi një nga një ato. I ndryshoi një nga një ato. Tani, unë do të rikujtoj qytetar shqiptar mbi qëndrimet tona gjatë viteve në opozit. Gjatë viteve në opozit. Do fillojmë me ligjin special për dhënien me koncesion të Butrintit. Butrinti në periudhën qeverisim ne ishte një zonë 9200 hektar. Absolutisht asnjë ndërtim i ri në atë periudhë nuk është lejuar. Dhe ka ndodhur, ja u them unë, isha shumë mirënjohës Lordit Rothschild dhe Lordit Salisbury për fondacionin që krijuan për promovimin e tij, për fshirjen e tij si pasuri botërore në UNESCO. Por ndodhi një herë zgjerum rrugën Sarand Butrin.